Përshëndetje miq, sot do t'ju tregoj se si të pjekim mish në shtëpi si tip kebapi që ta mushim bukën e shtëpisë. O zot, sa të mira që dalin, me plot shije dhe 100.000 herë më të mira se ato të dyqanit dhe shumë më të lira. Ja nisim me bukën. Si fillim përzi majën e bukës me ujin e ngrohtë. Shtojmë sheqerin, miellin, kripen dhe vajin e ullirit. I përzim mirë derisa të na formohet një brum i trajshëm. Më pas brumin e mbulojmë me një picet guzhine dhe e lëm të pushojë për një orë që të dyfishohet. Në këtë kohë marinojmë mishin e pulës. Në një anë hedhim kosin, ersa që i kemi të shkruara poshtë videos, shtojmë dhe pak vaj ulliri dhe në fund filetat e pulës që i kemi hapur i kemi bërë sa më të holla. I përzim mirë dhe i lëm në frigorifer të marinohen për 10 minuta. Pas 10 minutash, filetat i kemi gati. Marrim një tepsi, vendosim një gjysë qepe, shtojmë dhe një shkop, vendosim mishin një nga një si t'i japim formën e kebapit. Nga sipër vendosim gjysmën tjetër të qepes, më pas e çojmë në furrë për t'u pjekur në temperaturën 250 gradë për 45 minuta. Mbas një ore, brumi ka ardhur mirë e vendosim tavolinën e punës, e presim në 6 pjesë të barabarta, secila nga 80 gram. Këto pjesë i rrumbullakosim të gjitha me radhë dhe më pas i hapim. I vendosim në tepsi të shtruar me letër guzhine dhe i çojmë në furrë për t'u pjekur në temperaturën 250 gradë për 6 minuta. Mbas 6 minutash, bukët janë pjekur, janë fryrë ashtu siç duhet, kanë dalë të buta pa mbuk. Për mbushje kam vendosur një sos me kos dhe me erza, domate, karrota, sallat dhe në fund nxjerrim mishin nga furra që është pjekur ashtu siç duhet dhe e presim në copa sa më të holla për të mbushur bukën. Shikoni pra sa të mira e të shijshme kanë dalë. Vërtet me një shije fantastike. Kjo pra ishte receta ime për sot. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Ju bof mirë nëse e provoni. Faleminderit.